Miq, ju përshëndes, jemi duke shkuar në mbështetje në këtë protestë të thirrur në mbështetje të udhëheqësve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Të thirrur në Tiranë, pra dhe të shohim, jemi 20 minuta para se të fillojë, pra është njoftuar për në orën 5. Pasdite, këtë datë të shënuar siç është 17 tetori, dhe të shohim se sa njerëz janë përfshirë, sa njerëz po angazhohen, sa njerëz po mblidhen në mbështetje të shqiptarëve dhe diçka shumë domethënëse se kjo protestë mbështetëse le të themi është e disave që po bëhet dhe është në vende të ndryshme, kryesisht në Kosovë është bërë shumë. Hera e parë është kjo që po bëhet dhe është organizuar qoftë edhe në instanca dhe me thirrje të personazheve të politikës jo vetëm Kosovës, por edhe Shqipërisë për ta mbështetur këtë protestë ose le të themi një grumbullim njerëzish që protestojnë kundër këtyre gjykatave ndërkombëtare për të dënuar 4 udhëheqësit, njerëzit që kanë luftuar për shtirimin e Kosovës. Dhe madje një informacion më i fundit që është shpërndar dhe më ka shokuar, jam habitur, teksa mësoj që 2.4 miliard dollar a euro janë shpenzuar në gjykata vetëm për të dënuar këta njerëz që kanë kontribuar për vendin e tyre, siç kanë qenë këto të 4 të UÇK-s. Ja, kemi plot shqiptarë që nuk janë vetëm nga Shqipëria, por edhe nga Kosova, nga treva të ndryshme të Shqipërisë, që janë mbledhur në këtë manifestim të organizim patriot dhe me vlerë për gjithë shqiptarët. Kjo është ajo drejtësi për çlirimtarët. Gjohen teksa thirren në korë, emri i Kadri Veselit. Shohim se ku do të jenë mesazhet që do të jepen dhe kujt do t'i drejtohen më së shumti. Madje edhe qeveria shqiptare me ministren Balluku bëri një thirrje, pra bën diçka shumë të veçantë ku traun, pagesën e traut, pra në Kukës, e hoqën, vetëm për këtë protestë, për të mbështetur këtë protestë. Siç e shihni, organizimi dhe pjesëmarrja shumë e madhe në të sheshin Skënderbej në Tiranë, në kryeqytetin e gjithë shqiptarëve, dhe kjo ka domethënë një shumë të rëndësishme për gjithë për t'i mbështetur. Zotëri, ju përshëndes, faleminderit shumë që keni marrë pjesë. A keni një mesazh për atë se çka jeni mbledhur sot tu? Jo, po me të shkom se pa pres kryetarin e mas andaj kisha kur. Pa kryetarin. Po pret kryetarin, ja lini fjalën kryetarit edhe ju. Respekte. Faleminderit shumë, mirënjohje për gjithë ato njerëz që janë mbledhur tu, me vetdije, pa vetdije, ka dhe nga ata që kanë marrë me zonë ndoshta ose ku diun. Ka qenë të ju përshëndesim. Si jeni? Cili është mesazhi juaj që jepni sot në këtë? Kemi ardhur 10 arsye për çlirimtarët. Për çlirimtarët. Po. A keni ju vetë një mesazh që ju mbron nga zemra ose nga shpirti juaj? Kemi shumë për gjithë çlirimtarët. Është e padrejtë. Nga keni ardhur? Nga Dragashi, komuna Dragashi. Po ju zotëri? Edhe ju? Po të njëjtin mesazh. Ju falenderoj shumë. Respekt, mirënjohje. Siç e shihni, është një mbledhje shumë interesante.